Mirë gjetur nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e hënë 26 maj 2025. Dashi. Çështjet profesionale ecin në mënyrë të qëndrueshme përpara. Një mbrëmje e pasuruar nga një ndjenjë e mirë intelektuale. Demi. Njerëzit e vetë punësuar tani mund të arrijnë shumë. Jeni më të motivuar në dashuri, takimet e reja dhe shumë sharm, mund të vinë propozime të mira. Binjakët. Mos vendosni shumë mish në zjarr, ka shumë agitacion dhe ndiheni pak të pakënaqur. Kjo ditë është e çuditshme, duket se shumë komplikime të mbetura të forta në të kaluarën, papritmas mund të kthehen në jetën tuaj, por ju ftoj të mos diskutoni. Gaforja. Ju duhet të lëvizni për të marrë diçka më shumë, transferime të mundshme, ndryshime të biznesit. Nëse i thoni jo një dashurie, zemra juaj mund të jetë e kundër, të kapërcej instiktin dhe dëshirën për të gjetur një ndjenjë. Luani. Kini kujdes të mos humbni durimin sepse dita është plot me ide, por edhe me angazhime. Mundohuni të rivlerësoni tregimet interesante dhe njerëzit sot. Virgjëresha. Kontakte të rëndësishme, por kushtojini vëmendje parave. Asgjë nuk mund të vërë në dyshim vlerën tuaj. Peshorja. Është koha e duhur për të rregulluar disa çështje ekonomike, për të mos hedhur hapin më të gjatë se këmba. Harrojeni të kaluarën dhe kush e përfaqëson atë. Akrepi. Ka kaq shumë tensione në punë ose për shkak të çështjeve të pasgjidhura ekonomike, saqë dashuria pushtohet nga mendimet. Pasigurit në dashuri. Shigjetari. Ju keni një aftësi të madhe për të qenë rehat me të tjerët dhe për të marrë konsensus, emocionet e kësaj periudhe mund të vlejnë shumë. Ka një ajër konkretiteti, marrëdhëniet miqësore dhe të punës tregojnë shenja përmirësimi. Britqapi. Kini kujdes nga stresi i tepruar. Në marrëdhëniet më të vështira për tu menaxhuar, ne do të flasim për largime ose pushim për reflektim. Ujori. Ju duhet të ndryshoni diçka në jetën tuaj. Nëse ka pasur tensione të forta sot, let ju rrëshjas të gjitha. Peshqit. Sot jeni përfshirë në një problem praktik, administrativ. Nëse e gjykoni si duhet të keni guximin të prisni. Në përgjithësi, kjo është një ditë e ulët e energjisë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Kalofshi një mbrëmje të mirë.